Momenti ishte inshallah se ngatron me gjithmonë dhe shtyp buton e gabuar se na merr qafë. Edhe ata që e bëjnë nuk është se e kuptojnë mirë. Ata po si një gabim tjetër atje, jo Teheran, po Tiranë, bam na erdhi këtu. Po një gërm ndryshon, nuk është se po ti thua mund të gabojnë amerikanët, gringot, po mbase ndërsa iranianët, nëse për shembull kanë probleme me këta që kemi. Jo, iranianët nuk gabojnë. As amerikanët nuk gabojnë, thash për batutën. Po këta mujahedinë, pse vazhdojnë të rinë këta këtu prapë? Çfarë bën këta? Shiko. Jo, nuk jemi kundër tyre më të rinë. Ore do të them për mua. Në Manz, ç'bëjnë në Manz? Po jetojnë aty. Po dalë më darë tani, një sekondë kolla, se ti thua jetojnë atje. Se ti ke fol për ata dhe me Mike Pompeo, mos më bëj kështu. Unë kam folë edhe me dikë tjetër në linjë e mesme për ata dhe i kam thënë atij dikujt tjetër. Shiko, Shqipëria ju ka zgjedhur juve një hall të madh. Po. I ka zgjedhur dhe amerikanëve një hall të madh. Po. I ka zgjedhur dhe iranianëve një hall të madh se i ka marrë i ka ish nga kufiri me Iranin dhe i ka çu 3000 kilometra larg. I ka zgjidhur dhe atyre shkretëve një hall të madh, sa ata janë gjithë të moshuar etj. Shqipëria vetëm vetes i ka dhënë një hall të vogël, po çështja është se e bën sepse duhet që kryeministrat të jetojnë gjatë. Shqipëria jo. Mos e ka nisur Berisha atë, mos e ngatro. Shumë pak mori Berisha. Jo, s'ka rëndësi sasia. Programin e ka nisur Berisha. Dhe mos ulmem Ramën për gjë që ka nisur. Kush e sulmoi? Rama i mori pasi ata ishin vendosur. Nuk po ta mohon njëri. Ajo ishte marrëveshje normal. A bashkë nuk ta sulmova Ramën apo mos bëj. Po them që sulmova Ramën. Po ç'ke ka nisur ai tjetri. Ora ai e nisi me 200, ky mori 4000 pra. Ai bëri marrëveshjen valla. Ky pastaj ndryshoi qeveria, erdhi ky dhe mori numrin, po marrëveshjen bëri. Ora kulla një sekondë valla. Irani këta i ka harruar fare, nuk ka as problem me këta. Po ç'a probleme ata janë ca pensionistë mbaruar atje. Po mirë, Shqipëria do hapi prapë ambasadën me Iranin, se i kanë mbyllur, ka ashtu marrëdhënie, apo s'dihet gjë. Kur ti hapi Amerika, jap do Shqipëria, e di. Po Amerika si ka mbyllur? Po të mbyllur e ka. Jo, ambasada, jo e ke gabim. Po ke ti gabim. Si nuk ka ambasadën iraniane, është mbyllur ambasadën iraniane në SBA? Po, vetëm në OKB, po e di mirë. Po shife. S'ka marrëdhënie diplomatike Amerikë. Ka marrë burr tani. S'ka marrë burrësh. S'ka ambasadë amerikane në. Kur i mbylli Morkulla? Janë mbyllë që 79 në Oçan, nuk ka ambasadë amerikane në Teheran. Ma konfirmojnë që i kodë jenë të lutem. Jo, ma konfirmojnë që të dhe Amerikës. Në mes rrugëve të... Unë di që Amerika vazhdojnë të ketë marrëdhënie diplomatike me Iranin. Po nuk them që ka prishë, dhe Shqipëria i mbanë nëpërmjet Turqisë, po çështja është që... A ka ambasadë apo jo pra? S'ka ambasadë, ka në New York, po s'ka në Washington. Ja, ndërkohë po na i konfirmon Eno. O, Kulla, një pyetje për ty. Çani më thon pyetje pa Kullën. Po nëse Gjermania dëshiron të bëj bombën, edhe pse i do duan ndoshta 15 vjet. Bombë bërthamore, çfarë do ndodhi thot? E njëjta gjë si me Iranin. Nuk do lejojnë. Jo. Gjermanët nuk do lejojnë. Jo. Këtë det Kulla, nuk ka usa në Iran ambasadë. Po di mirë, nuk është. Mo kod dhe unë do e bëj për të shtyr kohën. Dgjoj. Nuk ka, dakor, nuk ka. Thuaj Ledios ta fiksoj kamerën e ty, tregoj ti nga celulari. Ç'a tregoj? Luftën bërthamore, pra. S'më keni nisur gjë. Me sekonda kam. Luftën bërthamore mes lagjeve në Tiranë. Po, tani, po. Ja më tani do e shikoni, hajt. Unë kam hallë the nga zona Tegut, mos na ndodh në gjë nga këto zona e vilave, këte më dhanë. A thua? Po, te kemi kujdes, le të ndodhi më mirë. Tu e kemi emisionin. Po të ndodhi më fëqar Tu kemi televizionin. A, ti thua këtu dhe më cënëja? Jo, këtu më në lagje. Por këtu s'ka që s'ka arsye t'i bien, po them atje Morkulla, në Manz, ti e merr kështu vlla. Nuk më dhe përgjigjen e saktë. Po shiko, kushton $80 milion një raketë. Pse do i harxojë Irani? Jo raketë, më s'ka nevojë për raketë, më burri do tani ai ka 100 miliona tjera për ta bërë burr. Ore, më fal. Irani, pavarësisht dobësive që më the pak më parë raport me Izraelin dhe amerikanë. Tregoj forcë madhe, po. Po pra. Mund të më thuash më zoti, si ka toleruar këta në Shqipëri? Sepse i hoqim një problem, i kishte problem kur i kishte afër kufirit. Atje kishte problem. Dhe kanë hyrë disa herë kanë bërë masakrat. Tashi që u larguan, këta nuk janë problem. Si quhen këta garda e? Këta nuk quhen gard. Çfarë quhen këta? Këta janë... Se garda e revolucionare është ajo në Iran tani. Këta janë ushtria e mujahedinëve. Mujahedin el... Këta me kë janë? Këta janë... Këta me kë qeveri kanë qenë përpara se të vinë këta ajatollahu? Këta kanë qenë në fillim me ajatollahët dhe pastaj dolën kundër ajatollahëve, se edhe këta fetarë janë dhe kanë qenë edhe kundër ati Shahut. Kanë përkrahur revolucionin dhe pastaj dolën kundër ajatollahëve dhe këta bazën e kanë në Paris, besoj që e di. Po e di. Po sa janë aty në Francë, 10 gjithë sa janë. Aty do të jenë pak. Janë më shumë? Kanë se kanë dhe fuqi financiare aty.
Po në Parisit se Shau më duket ande nga Parisin duket se shkoj, apo jo? Jo Shau, ky tjetri, kush shkoj? Ayatollahu. Nga Parisi me avion shtetëror Po, flamur, francezët e quan dhe sollën pushtet në Iran. Po, Ledion. E kam. E kemi Ledion? Po. Kula, unë të falenderoj Jashmase. Po ta shohim pra. Po jo, nuk do flasim në ne pas Jo, do flasim, po ta shohim. I jepi Ledion. Dhe vëm do reagojmë. Ledion, çoj zërin. Qeveria o bënë thire banorëve për evakuim. është permër, brillante idea, më përshirë sa bukur e kam bërë. Këtu se zoto të Gjilet, jo është keq. Po, ushtria i Izberishti 20 qershor të zyrtare. Këtu se le zoto se është shumë e vogël, po mundoni të lexoni vetë nga shtëpia. Janë që shumë shpejt do të rritet më shumë. Izberishti godet astirin, kulla. Shiti që, Izberishti godet astirin. Qa thot kullatje se ti e lexon? Ju lajmëruam se nuk ka paqe, do ketë nuk do paqe prasin. Raketat tona balistike ndjen në gjithë astirin jo për terrorizuar, po për të lënë një mesazh. Izberishti godet astirin. Çisa bukur. Ku fillon kjo muzik? Astiri me të kuqe dhe Izberishti me blu se kuptova. Po jo më parashtu më shumë për ta. Është harta, është ngjyrë harte, s'do shkosh tani. Ta se kemi ngjyrë për. Shikë dëgjë, projekt traktati paqes. Ishte traktati paqes Izberish kombinat. Vazhdon terrori, thotë. Zgjerrohet lufta në 3 fronte. Reagon Ilir Kulla pasurën e asir fshihet allia, si perlë më Kulla, perlë më shqirë sa bujë kam bërë. E bujshme ka qenë ngjarje e mbrëmjes. Izberishi ka sulmuar me fasit plot qendrën e astirit. Kjo ngjarje ka ngritur shumë pyetje mbi balancat politike ekonomike në vend. Por kryesorja ka qenë kush shihet pas Izberishtit. Shpejt Kulla. Sa pyetje ka dhënë Ilir. La Praga futet në aleancë me Izberishtin kundër astirit. Izberishin kundër astirit. Çfarë perle, Izberishti t'i dhurohet një helikopter standard NATO nga La Praga në radar, në fokus në shenjese krenaria astirit do të bjerë. Ja harta. Ja, shikon harta astiri Izberisht. Që lezën ati poshtë tjetër dhe e verda, se lezën do të. Pusha aviacionit La Praga. Edhe La Praga atje, qatë perle, shik. Forcat ushtarake. Forcat ushtarake La Praga informim. Detaj nga operacionin mbrëmshëm ku basis një nga burdo. Shta buje kam për më, kurej, janë autentike më, janë shperlë më. Si pasoj ngeli i plagosur një nga operatorët. Mbretëria kam të futet në aleancë me Izberishtin dhe La Praga kundër astirit dhe kombinatit. Më kulla. Jo, mbretëria e Kamzës më pëlqen shumë. Qarë perle më bërë. Mbretëria e Kamzës. Rakipi zoti Kamza. Po, se ka sepse Rakipi e kryeson atë. Tërmeti sotëm nuk ishte natyror, shkaktuar nga klika e smure pa shpresë e astirit në bashkëpunim me kombinatin për të adoptuar mbretërinë tonë fisnike të Kamzës. Ushtria bloku ndërkohë. Kundër Izberishtit dhe La Pragës. Luftën e astirit mojmë totalisht dhe edhe në poshtë pasim ndryshe. Përgjithësi për të janë vetëm La Praga. Izberishti. La Praga vendos blokad me bloku. Për një sekundë. Mos i lexojmë të gjitha, lexojmë të titujt. Komanda lart ka vendosur ndaloj tregtimin e lëndëve të parë Gelator bar kronikë. Gelator. Astiri kundër përgjigjet të Izberishtit. Kundër përgjigjet të Izberishtit. Shive. Aty ka rënë flaka, ata kanë shku trafikën. Shive qa perle. Ja. Tani këtu ka përdorur sa Astirianët sulmojnë Izberishtin. Astirianët sulmojnë Izberishtin. Astirianët, po. Astiri ishte Izraeli ndërkohë, Po. Fri sekondari. Del dhe i gaztare atje me mask. Janë filmime të vjetëra. Janë të vjetëra, po. I kanë bërë shumë bukur. Dha duket komplet si origjinale, është perle pa parë. Fresku futet në aleancë me Izberishtin, La Pragën dhe Kamzën. Komunikat zyrtare Departamenti i Sigurisë Kombëtare të Freskut të nderuar. Për komunikimet intensive me aleatin tonë në Izberisht, forcat e armatosura të Freskut deklarojnë se nuk lejojnë që astiri shumë e gjatë. Është e gjatë, po. Në vend të armë përdorëm trurin e prostitutat. Në vend përballjes bar përballë, i goditëm aty ku nuk mbrojshin dot. Se përdojnë edhe prostitutat, e kupton? Izberishin në operacion inteligencë në astirë. Morali tyre u shëm 38... Të pjesë të Komitetit të Rom po protestojnë për shkak se nuk kanë me të pushtet. Në pushtet që jemi... Nxit konflikte të brendshme në Izberisht. Dhe kanë të ndaluar tashmë që prej ditës së djeshme, që pas orës
se 15 të mos dalin nga shtëpitë e tyre. Dëgjoj shumë se bëj edhe, po ndohta e Nis Berisht. Do ditë të prapë Nis Berisht. Fishe gzjarë. Këta janë proksi të Iranit, pra. La pra ka prandonë Prandonë sulmin ndaj Astirit dhe ndaj Kamsës. Operation Clear House, pame nga bastisja një E bordella në Astir. Në orën e mesnatës sot me u gjetë detonues dhe mendoj se të lëshojnë raketa me shenjestër Kamsë. Lufta vazhdon Nis Berisht apo Astiri, kush fiton? Se se kanë bërë bukur o kolla. Fantazia. Jep një lloj gëzimi të madh apo jo? Fantazia e jashtëzakonshme. Pra lufta e gëzim më thel kolla, por e mendon. Varet si është. Ndërkohë Gjinishi më thot, Çani sapo doli thot, me që ke kullën atje, general brigadier Ermal Qani, komandanti i forcës elitare i forcës elitare thot Kuoc të Kuc, po, shikoj e pak sapo doli, krye forcave Kuc është gjallë thot. Po e mundshme është. Po pse kushta që kishe vdekur o Gjinishi? Ishte në lajmet e dhënat. Ka qenë lajme? Dakord. Po ç'është Kuc? Forcat Kuc janë këto të ushtrisë Pasdarane. Pasdarani janë në Iran. Po pra. Pse quhen Pasdaran? Kuci është atëre, Pasdaranët janë ushtria e gardës quhen Pasdaran. Po, emri ka Pasdaran. Dhe Kuc, di çfarë do të thotë Kuc? Është quhet Jeruzalemi nga muslimanët. Kështu që emrin këto forca kanë marrë emrin e Jeruzalemit Kuc. Forcat Kuc. Se mbyllu emisionin me një mesazh që po të ishim një vend tjetër do bënte skandal, por në Shqipëri s'pjer njerëz se e marrim humor këto gjëra. Më vjen mesazh të Çani, të lutem thuaj Kullës, ne të Lundrës jemi të privilegjuar se nuk kemi magjuk në përkëmbë. Takohemi nesër.